Përshëndetje nga edicioni informativ në ekranin e Blu Televizion, do të ndalemi të zhvillimet e kësaj të shtune ku është përkujtuar pikërisht këtë ditë në qytetin e Vlorës 29 vjetori tragjedisë Otrantos. Familjarë të viktimave, përfaqësues të pushtetit dhe qytetarët e Vlorës kanë përkujtuar një prej tragjedive më të rënda të Otrantos, ku humbën jetën 81 persona. Ceremonia me iniciativë të ministres të shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Eriona Ismaili. Ndje pashëruaro e qysh nga shekujt e kaluaro qaj moj se mare plagosuro. Është përkujtuar këtë të shtunë në qytetin e Vlorës 29 vjetori tragjedisë Otrantos. Familjarë të viktimave, përfaqësues të pushtetit, si dhe qytetarë të Vlorës kanë përkujtuar një prej tragjedive më të rënda, atë të Otrantos ku humbën jetën 81 persona. Me iniciativë të ministres së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin dhe deputetes si qarku të Vlorës Eriona Ismaili, 81 karrige të lëna bosh në buzë të detit simbolizojnë viktimat e kësaj tragjedie, si dhe një lule hedhur në det në përkujtim të gjithë atyre që humbën jetën. Ministre Ismaili thotë se kjo është një ngjarje që qytetit i dhem, por haresa dhem më shumë se ngjarja. Ndaj është e rëndësishme të përkujtohet çdo vit. Sipas Ismailit, ajo që mund të bëhet sot është të garantohet që të mos përsëriten më tragjedi të tilla. Një ceremoni përkujtimore për të 81 viktimat e tragjedisë Otrantos. Unë kam qenë shumë e vogël atëherë, por besoj se për këdo të madhe të vogël, kjo tragjedi ka lënë një shenjë që sa do vite të kalojnë nuk mund as të zhbohet, as të zbehet. Kur kam dërguar ftesat tek gjithë qytetarët, aq sa ka mundur, më kanë ardhur 2 mesazhe. E para, që thoshte se secili prej tyre njite të mbytur viktima dhe se dhe si kur gjithë qelli të gjëmonte të binte në shi, atë gjithsesi do vinin sot. Mirë po koha u hap, sepse mbase shpirti tyre donte t'u jepte gjithëve ju dhe ne një mesazh që ne do t'i përkujtojmë çdo vit ata dhe mungesën e tyre, siç ata ndoshta më shumë se kushdo e meriton me dashuri. Prandaj sot janë 81 karrige bosh, një vend që nuk mundet dot ta mbush asgjë dhe askush. E di që të gjithë ne bijem dakord vetëm në një gjë, që kur të mirat i ndajmë me njëri tjetrin bëhen më të mëdha, ndërsa dhimbjen kur e ndajmë me njëri tjetrin na lehtëson sadopak. Dhe përfitoj nga rasti, e para për një thirrje, që kjo ngjarje të mos jetë thjesht në ceremoni sipas organizimeve të rastësishme, por të jetë një ceremoni e përvitshme, me nder, me dignitet, sikurse secili prej viktimave dhe secili prej familjarëve meriton që të përkujtohet. E fundit që unë do doja të bëja si thirrje më shumë, është që në Shqipëri ne më së shumë t'i gjendemi pranë njëri tjetrit në situata të dhimbshme, për t'i qarë hallin dikujt kur është në vështirësi. Por do doja sot ta mbyllja fjalën time për t'i bërë thirrje kujdo që më dëgjon, për t'i qenë afër njëri tjetrit edhe në të mira dhe suksese, sepse mendoj që sot më shumë se kur kemi nevojë pikërisht për këtë. E pranishme në ceremoninë përkujtimore, kryebashkiakja Bruna Mersini u shpreh se në këtë ditë të gjithë përkujtojmë me dhimbje të thellë. Besoj që duke ecur ne dëgjuam emrat e 81 viktimave që ishin nga 3 muajsh dhe vazhdonin përsëriteshin. Dhe duke ecur, dhimbja eci bashkë me ne. Është një dhimbje që ky qytet do ta ketë në breza dhe jeton me ne, sepse gjithmonë do të jetë e vështirë të flasësh për tragjedinë e Otrantos dhe dhimbja nuk do të largohet asnjëherë. Një kohë e vështirë për qytetin dhe për vendin, sidomos për Vlorën,
Ajo kohë ku njerëzit pan shpresë largimin dhe pan nëpërmjet këtij deti që çuditërisht si burim force dhe energjie për qytetin të kthehesh në një varg të heshtur. Dhe ne pa diskutim do të kujtojmë nëpërmjet këtyre datave dhe jo vetëm nëpërmjet këtyre datave të gjithë ata, sepse harresa do të ishte një vdekje e dytë për të gjithë. Ne do të kujtojmë dhimbjen që na lan pas, kujtimin e tyre dhe historinë e qytetit, të paharuar qofshin. Në emër të Ministrisë së Jashtme ka folur zëvendës Ministri Afino. Ata nuk janë numra në histori, ata janë histori, janë emra, janë pjesë e pandashme të kujtesës sonë kolektive. Dhimbja e tragjedisë së Otrantos është një dhimbje që duhet ta mbushim me ndërgjegjësime e duhur që tragjedi të tilla tragjike të përkatën vetëm Është një omazh për 81 jetët e humbura, por dhe një ditë reflektimi, është shprehur prefekti i Qarkut Evis Sallushaj. Omazh për 81 jetët e humbura në kanalin e Otrantos, 28 mars të vitit 1997, në atë që njihet si një nga tragjeditë më të mëdha në historinë shqiptare, tragjedia e Otrantos. Omazh për 81 jetët e humbura kur pjesa më e madhe e tyre ishin gra dhe fëmijë, por njëherësh edhe për qindra shqiptarë të tjerë, të cilët kanë humbur jetën në detin midis Shqipërisë dhe Italisë në tentativë të një jete më të mirë. Dita e sotme, përveç se një ditë omazhi, është një ditë kujtese, dhimbjeje, por edhe një ditë reflektimi. Unë dua të bëj një thirrje për gjithë shqiptarët të qëndrojnë në vendin e tyre, të zhvillojnë jetën e tyre, aktivitetin, biznesin e tyre në Shqipëri edhe në Vlorë, por njëherësh një thirrje edhe për të gjithë shqiptarët dhe vlonjatët që jetojnë jashtë rrojeve shqiptare, të kthehen në Vlorë, të kthehen në Shqipëri dhe të zhvillojnë aktivitetin, biznesin, jetën e tyre në vendin tonë, në Vlorë dhe në Shqipëri. Më 28 mars 1997, anija shqiptare me 142 persona në bord u përmbys nga forcat italiane e detare në ngushticën e Otrantos, ku humbën jetën 81 persona, të cilët shpresonin se do të krijonin një jetë më të mirë në Itali pas trazirave që kishin prekur vendin ton, mes viktimave nga fëmijë 3 muajsh deri në moshën 69 vjeç. Familjarët e viktimave shprehën dhimbje dhe zhgënjim, duke e cilësuar tragjedinë si një ngjarje që mund të ishte shmangur. Sipas tyre, ata vijojnë të përballen me pasojë të rënda psikologjike dhe se kërkimi për drejtësi ka qenë i gjatë dhe i lodhshëm, ndërsa vendimet e dhëna nga drejtësia italiane nuk kanë reflektuar plotësisht të vërtetën dhe kanë qenë të padrejta. Le të ndjekim intervistat. Që nuk është thjesht tragjedi, po është një tragjedi e krijuar me dashje. Është një tragjedi që ka rënduar dhe çdo vit në vend që të lehtësojsh kjo tragjedi është rënduar edhe më shumë. Sot në këto momente, familjarët përballen në një dhunë psikologjike. Jo se janë mashtruar, jo se janë gënjur, ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë, i ka goditur dhe njëherë. Është e pashmangshme të thuash të gjendet trupi dhe fëmia 6 muajsh siç ka ndodhur me vajzën e Dilavis Sherifaj dhe të thotë gjykata nuk ka prova, nuk është viktime kësaj tragjedie. Këto viktima kanë dalë në 14 nëntor dhe prehen në Vareza. Çfarë keni bërë në këto vite? Nuk i kam braktisur për asnjë moment familjarët, po kur dikush ka një dhunë psikologjike, shkon bën pushime, kërkon nga unë pse i e shequr e drejta e vendimit, kur të gjithë i kam prokurat, emrat u janë lexuar në atë vendim, negativ apo pozitiv. Unë kam ardhur nga spitali, në një lokal aty kemi dhe familjar, i kam ledhur dhe ata që kanë humbur dhe ata sa kishin të drejtë ta dinin për të vazhduar më tej. Shumë familjar, çfarë do bëhet këto? Unë këtë kërkoj. Shumë familjar gjyqi është mbyllur, por nuk mbyllet një krim. Ky është një krim njerëzor. I bëj thirrje shtetit fuqishëm, të paktën i lutem shtetit, një grup familjar
Të paktën ata që eliminoi vendimi i gjykatës, ata që vendimi i gjykatës dhe shteti italian ju ka hequr të drejtën, i ka goditur dhe njerë, u ka dhënë një tragjedi tjetër, të marrë vendim shteti dhe t'i dëm shpërblej. Asnjë gjë, është mbyllur procesi, edhe ata që morën, ata që s'morën s'marrin. Kaq, është mbyllur historia. Vllande nusën e vllai. Bardor dhe burbuqe të lirë. Kështu që fëmijën e la 16 dhe ditën e la 20 vjet. Ai që ishte bashkë me ta 16 që plotoi, pësoi edhe depresion që dhe sot është me 160.000 lekë. Vllai nusën edhe fëmijën, Andrea. Burri tim i rankë më të lartë, po 3 herë në muaj dhe shteti si më shteti të jepte një bilet për në traget, dhe erdi puna, pësën dhe i frak punëzori trupat dhe lanë me gishë në gojë. Këtë kisha. Motrën me nipin, më shpëtoj vllai dhe nipi tjetër. Kemi 29 vjetë sot, t'i kujtojmë, ata për ne do mbetën të paharuar. Unë kam një diçka të vogël që t'i shikoj qik më shumë për ato varezat se janë prishur, se i bëri shteti atë tani janë lënë arrest. Këto gjëra tjera qa do bëjmë, ata ikën nuk kthehen më, të paharuar qofshin. Pas ceremonisë, familjarët e viktimave të tragjedisë së Otrantos në këtë 28 mars janë drejtuar për omazhe edhe varezave ku prehen 81 viktima të ngjarjes së rëndë. 29 vjet më vonë, familjarët e viktimave të tragjedisë së Otrantos në këtë 28 mars janë drejtuar për omazhe dhe varezave ku prehen 81 viktima të kësaj ngjarje të rëndë. Sot, pas kaq shumë vitesh, ata rrëfejnë se si e morën vesh lajmin për tragjedinë, ndërsa bëjnë apel për më shumë vëmendje, duke theksuar se sipas tyre drejtësia nuk është vendosur asnjëherë. Teksa kanë humbur të afërmit e tyre, vëllezër, motra apo fëmijë, familjarët vijojnë të kërkojnë drejtësi, ndërsa një tjetër apel u drejtohet pushtetarëve për të ndërhyrë në një investim të varezave, pasi një pjesë e tyre tashmë janë dëmtuar. Vllajin, nusën dhe vajzën time. Është një histori e dhimbshme, megjithatë më e dhimbshme është të mos e kujtosh. Faleminderit. Si e morët vesh lajmin? Lajmi nga televizioni, ngjarja situata u krijua e tmerrshme në 97-ën, ju keni qenë të vegjël ndoshta. Televizioni dha një lajm që u godit, fillani u godit nga Sibila italiane, me urdhër natyrisht, nuk ishte aksident. Dhe përfundoi aty ku përfundoi, 81 të mbytur, 34 shpëtuan se ishin 115 në anije dhe dhimbja është e madhe tani ja në ngelet vetëm t'i kujtojmë dhe mos i harrojmë. Ajo që dua të theksoj është edhe vendi këtu ku prehen 81 viktima, do të ishte mirë të riinvestoj, të kujtoj. Natyrisht, megjithatë do të jemi të ndërgjegjshëm, këtu vendi u zgjodhi mirë. Unë isha dhe sekretarja së shoqatet të Otrantos, por ka nevojë që bashkia dhe dikush të investoj. Të afërmit e mi quhen Bardok Lame, Tushe Lame është kunata dhe Bartuela është vajza ime. 6 vjeçë. 9 vjet më vonë, ju kë keni humbur tragjedin? Motrën, besën edhe burrin e motrës. Kanë kaluar shumë vjet, është shumë e dhimbshme megjithatë për ta rikujtuar. Si morët vesh lajmin me tragjedisë të asaj ngjarje, si u njoftuat? Nëpërmjet televizorit edhe radios. Unë isha fshat nga radioja e kam dëgjuar. E morët që vesh atë ditë më vonë, çfarë apo çfarë? Premte. E zezë. E premte zezë. U larguan për në emigrim, për emigrim, për një jetë më të mirë. Kanë banuar në Elbasan, kishin një vit që kishin ardhur në Vlorë. Humbën lekët në firmat, humbën shtëpitë, gjithçka. E fatkequr më dhe jetën. Ajo që duhet të pyes është që sot këtu është një vend që është i dedikuar totalisht viktimave të Otrantos. Megjithatë do të ishte më mirë që të kishte një reinvestim të rimbaheshin për t'i rikujtuar dhe ata. Pa diskutim. Nuk ka dorë shteti fare. Fare. Që ditën që kanë humbur jetën deri më sot s'kemi para asgjë. Kur thoni s'kemi para asgjë, keni tjetër çfarë? Po çdo gjë dhe drejt e tyre. 29 vjet më vonë, kjo tragjedi mbetet në memorinë e familjarëve dhe qytetarëve të Vlorës, të cilët edhe sot kërkojnë drejtësi
për atë që ndodhi më 28 mars të vitit 1997. Do të vijojmë me të tjera zhvillime. Pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve në Vlorë kanë rritur çmimet pas vendimit të Bordit të Transparencës, i cili këtë të shtunë vendosi një rritje me rreth 15 lek për litër për naftën dhe 6 lek për benzinën. Ndërkohë edhe në pikat e shitjes me pakicë ka nisur reflektimi i këtij ndryshimi. Rritet çmimi i karburanteve në Vlorë në gjitha pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve. Me njëherë pas vendimit të Bordit të Transparencës, i cili sot zyrtarisht e ka çuar në 218 lekë për litër çmimin e naftës, edhe pikat e tregtimit me pakicë në Vlorë kanë ndryshuar të çmim. Vetëm një ditë më parë, Bordi i Transparencës konfirmoi se çmimi nuk do të ishte më i lartë se 203 lekë për litër. E megjithatë, ky çmim ka ndryshuar vetëm 24 orë më vonë, duke rritur me rreth 15 lekë për litër çmimin e karburanteve. Pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve në Vlorë kanë rritur çmimet me njëherë pas vendimit të Bordit të Transparencës, i cili këtë shtunë vendosi një rritje në rreth 15 lekë për litër për naftën dhe 6 lekë për benzinën. Edhe në pikat e shitjes me pakicë në qytetin e Vlorës ka nisur reflektimi i këtij ndryshimi. Sipas çmimeve të reja, 1 litër naftë do të tregtohet me rreth 218 lekë, ndërsa benzina ka mësuar një rritje për rreth 6 lekësh, duke arritur në 181 lekë për litër. Kjo rritje ka sjellë reagime tek qytetarët dhe shprehën të shqetësuar për ndikimin që do të ketë në koston e jetesës dhe në çmimet e produkteve të tjera. Ndërkohë vetëm një ditë më parë, Bordi i Transparencës kishte vendosur që çmimi i karburanteve të mos kalonte nivelin prej 203 lekësh për litër, por situata ka ndryshuar këtë shtunë. Pasi me një vendim të ri, Bordi ka rritur sërish çmimet duke reflektuar luhatjet në tregjet ndërkombëtare. Kjo është rritja e radhës për karburantet, ndërsa qytetarët dhe bizneset kërkojnë më shumë stabilitet dhe transparencë në përcaktimin e çmimeve, pasi çdo ndryshim i tillë ndikon drejt në ekonominë familjare dhe aktivitetin ekonomik në vend. Fundjavë me diell, temperatura deri diku të larta ka bërë që vlonjatët të heqin xhupa dhe të i drejtohen Bregdeti. Sipas qytetarëve, fundjavat pranë detit janë më shumë se kënaqësi, duke pritur edhe energjinë pozitive edhe për sezonin veror, kur thonë se nëse dielli do të shkëlqejë, Vlora do të mbushet me turistë nga çdo vend i botës. Pas shiut del dielli duke i dhënë Vlorës gjallërinë e munguar prej disa ditësh. Kjo fundjavë me diell dhe temperaturat e larta ka bërë që vlonjatët të heqin xhupat e t'i drejtohen Bregdetit, shumë për të konsumuar një kafe e disa të tjerë për shëtitje, ku tregojnë se Vlora me diell është një qytet i magjishëm. Sipas qytetarëve është një kënaqësi e veçantë që fundjavat t'i kalojnë pranë detit dhe klimës së mirë. Pritshmëri pozitive kanë edhe për sezonin veror, ku tregojnë se nëse dielli do të shkëlqejë, Vlora do të mbushet me turistë nga çdo vend i botës. Po shumë mirë, do bëjmë gjëra tash me nusen, do ikim deri në ujë të ftohtë, do kthehemi në shtëpi, do am drekën. Qyteti tani që është ngrohur pak më kohë. Është ka lëvizje. Ne të duam këtë lëvizje të na vinë turistat. Keni parë turistë? Të punoj, ka plot. Më shumë vendas apo të huaj? Të huaj ka. Sidomos ne në poshtë në zonën Lugomares, edhe aty kur të konsullata italiane ka shumë të huaj. Jemi në prag sezonit veror, si e parashikoni verën? Do kemi fluks. Po vërse kështu koha diell, do kënaqemi ata dhe ne bashkë. Ne jemi pensionista të dy dhe fundjavë, fillim javë njësoj e kemi. Kemi këto rutinën, bëjmë nga një xhiro. Gjatë fundjavës gjallërohet pak qyteti? Ne nuk kemi qenë këtu, tani kemi qenë korri, kemi qenë jashtë. Po si e shikoni Vlorin? Ne na merr malli dhe është kur ikim dhe na pëlqen. Mirë. Na pëlqen që të lëvizë, sidomos këto ambienti të jetë i pastër, të jetë kështu, të shikojmë deri ku do arrijmë. Deri tani vetëm publicitet ka. Unë se ngatroj me asnjë vend në botë. Ke qenë shumë jashtë shtetit, e krahason me Vlorën, si duket? Shiko, shumë herë me mirë më duket Vlora, njerëzit të mi, vendi im, nuk e krahasoj kur. Bota është e rregullt e pastër, e ka për vete ato, po kjo është, nuk e ngatroj me asnjë. Po mendojmë që më mirë se sa vjet duhet jetë, se çdo vit do bëhet edhe më mirë. Bëj ecje. Kthehem në shtëpi, ha mëngjesin, përgatis drekën, bëj pak fiskulturë mbas dite. Pastaj e programe televizive, televizor, në i punë të vogël në shtëpi.
Po, kam atë ritmin tim, programin tim, kështu që nuk rri të them qa do bëj tani, qa do bëj pastaj. I kam gjërat mrekulli është Vlora tani. Shtina me bukur, pranvera dhe vjeshta. Nuk them do se s'jam shumë e lidhur me këtë pjesë, me gjitha të zona që banoj unë, në muajt e verës gjithmonë është plot me turistë mbushur, qoftë vendas, qoftë dhe të huaj. Fundjavat me diell të pranverës, me sa duket nuk gjallërojnë vetëm qytetin, por edhe biznesin vendas. Një kafe apo një drek me familjen dhe miqt është një prej gjërave më të preferuara për të bërë gjatë fundjavës. Gjithashtu rritje ka patur edhe në prenotimet në njësitë hoteliere, ku dominojnë pushuesit vendas. Gëlltitja e plastikës, por dhe gjuetia e palishme, sipas specialistit të zonave të mbrojtura në Gjip Hystolaka, janë shkaqet kryesore të ngordhjes së specieve të ndryshme brenda dhe jashtë gjerit të Vlorës. Kohët e fundit disa breshka të ngordhura janë gjetur në Bregdet dhe një fok mesdhetare, duke ngritur alarmin për problematika që po përballen ekosisteme detare në zonën e Vlorës. Gëlltitja e plastikës, por edhe e gjuetja e palishme mbeten ndër shkaqet kryesore të ngordhjes së specieve të ndryshme brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës. Specialisti i zonave të mbrojtura në Gjip Hystolakoj konfirmon se referuar rasteve të breshkave të ngordhura, shkaku kryesor mbetet gëlltitja e mbetjeve plastike. Këto materiale shpesh ngjajnë me kandilat e detit, të cilat janë edhe ushqimi kryesor për breshkat, duke i bërë ato të gabojnë e të përfundojnë në ngordhje. Ndërkohë rasti më i fundit i një foke mesdhetare të gjetur të ngordhur mbetet ende për të verifikuar. Nuk përjashtohet mundësia që shkaku të jetë gjuetja e palishme, por edhe lundrimi i mjeteve detare që përbën rrezik për këtë specie të rrallë në ujërat tona. Për sa i takon breshkave, kemi një bazë të dhënash se cilët janë arsyet e shkaqjet e ngordhjeve të tyre. Një nga arsyet është gëlltitja e plastikës, për arsyen e ngjashmërisë ka plastika ndet me kandilat, pra që është baza ushqimore e breshkave, por kemi dhe faktor njerëzor ose faktor të aktiviteteve të ndryshme, transporti detar, që është një nga aktivitetet pra që ka një konflikt me specie detare. Përsa i takon fokus me zdeut, fatkeqësisht, pra aq numër fokash sa kemi ne në rang vendi, ne estimojmë 3 deri 4 individ, të kesh një fok të ngordhur është diçka shumë e keqe, por akoma presim një raport nga grupi ekspertëve për të kuptuar se cilat kanë qenë shkaqet e ngordhjes së këtij individi i cili u gjet para disa javësh në gjirin e Pashalimanit. Kohët e fundit disa breshka të ngordhura janë gjetur në Bregdet, si dhe një fok mesdhetare, duke ngritur alarmin për problematikat që po përballen ekosistemet detare në zonën e Vlorës. Frika e pushimeve në Dubai për shkak të luftës ka bërë që shumë turistë huaj të rrisin kërkesën për të vizituar Shqipërinë si një vend të sigurt. Në konferencën për mediat, Ministri i Kulturës, Inovacionit dhe Sportit Blendi Gonxha bëri me dije se operatorët turistik kanë raportuar rritje të kërkesës. Frika pushimeve në Dubai për shkak të luftës ka bërë që shumë turistë huaj të rrisin kërkesën për të vizituar Shqipërinë si një vend të sigurt. Në një konferencë për mediat, Ministri i Kulturës, Inovacionit dhe Sportit Blendi Gonxha ka bërë me dije se operatorët turistik kanë raportuar rritje të kërkesës. Me keqardhje, sepse nuk na kënaq natyrisht askush s'duhet të kënaq me fatkeqësinë e askujt, por Shqipëria është vetëm në si më thënë, në një potencial dhe është një alternativë shumë e mirë e planeve të reja që ata që do shkonin në lindjen e mesme me riorganizimin e agjendës tyre të turizmit dhe të themi të udhëtimit, do ta kenë Shqipërinë një nga oferta më të mira. Ministri u fokusua dhe te kërkesa në rritje për sa i përket teatrove në vend si dhe siteve kulturore. Që është një lajm i mirë për qytetin, ne e dimë shumë mirë që sidomos Tirana vibrante e një jete kaq të gjallë në kuptimin edhe të popullsisë, por edhe të rëndësisë që ka kryeqyteti për gjithë vendin dhe për aspektin turistik, por edhe për aspektin kulturor dhe të themi vizitueshmërisë si kryeqytet. Gonxha foli dhe për muzeun arkeologjik që do të ngrihet pranë sheshit Nën Tereza. Kemi mbyllur thirrjet për projektet kulturore dhe turistike, janë 700 aplikime dhe janë shpallur rreth 250 projekte fituese, janë në përpunime si për faza ankimore dhe do dalin edhe të dhënat e tjera me shifra.
Në fund ministri u ndal dhe tek projektet e reja kulturore, duke përmendur se deri më tani numërohen rreth 700 aplikime, nga të cilat 250 janë shpallur projekte fituese në të gjithë vendin. Nga plazhet e Rivierës Shqiptare deri te rënojat e largta dhe qytetet historike të bukura, Shqipëria ofron një përvojë të pasur dhe të larmishme për turistët në vitin 2026, shkruan e përditshmja britanike Time Out, duke veçuar plazhin e Egjipes, Ksamilin apo Butrintin për historitë antike. Nga plazhet e Rivierës Shqiptare deri tek rënojat e largta dhe qytetet historike të bukura, Shqipëria ofron një përvojë të pasur dhe të larmishme për turistët për vitin 2026, shkruan Stuart Butler në një artikull të botuar në të përditshmen britanike Time Out. Shqipëria është një vend i veçantë, ku gjithçka duket se funksionon ndryshe, e ku turizmi po rritet ndjeshëm, pjesërisht fal famës së Dua Lipës dhe festivaleve të mëdha muzikore dhe plazheve të mrekullueshme. Ky vend ofron gjithçka: plazhe të bukura, pushime urbane, histori, parqe kombëtare malore, qytete të lashta, ushqim të shijshëm që e bëjnë udhëtimin edhe më të këndshëm. Por a është Shqipëria një destinacion i përballueshëm? Shqipëria mbetet relativisht e përballueshme, edhe pse ditët kur ishte një destinacion ekonomik për buxhet të kufizuar kanë kaluar. Plazhet më të njohura po shtrenjtohen veçanërisht gjatë verës, por Shqipëria mbetet ende një destinacion që ofron shërbim të përballueshëm krahasuar me fqinjet e saj. Këshilla për vizitën në Shqipëri në 2026 dhe ndër destinacionet kryesore në Shqipëri renditet qafa e Llogoras me pamje spektakolare. Ky segment rrugor që lidh Dukatin me Himarën dhe ofron pamje të mrekullueshme mbi detin jon dhe pyjeve të pishave. Është vendi ideal për udhëtime rrugore, parashutizëm dhe fotografi natyrore. Plazhi i Gjipes, një plazh i izoluar, një plazh i vogël me gur të bardhë i vendosur poshtë shkëmbimeve, i arritshëm përmes një shtegu 40 minutësh. Atmosfera mbetet e qetë dhe zhvillimi turistik i kufizuar, ideal për relaks dhe natyrë të paprekur. Dhërmiu me plazhin dhe argëtimin që ofron, një nga destinacionet më të njohura bregdetare, përshkruhet si me plazhe të gjera, aktivitete sportive dhe atmosferë të gjallë verore. Shqipëria është një kombinim perfekt i natyrës, historisë, plazheve dhe kulturës lokale, duke e bërë atë një destinacion të domosdoshëm për çdo turist që dëshiron të përjetojë Europën juglindore në mënyrën më autentike. Të dielën e 29 marsit, Akrepa do të shkojë një orë para. Mbrëmjen mes të shtunës së 28-s dhe të dielës së 29 marsit do të bëhet kalimi nga ora dimërore në atë verore. Ndryshimi i orës verore do t'u japë mundësi të gjithë njerëzve të shijojnë më shumë ditën dhe rrezet e diellit. Nga nesër Akrepa do të shkojnë një orë përpara. Mbrëmjen mes të shtunës 28 dhe të dielës 29 mars 2026 do të bëhet kalimi nga ora dimërore në atë verore. Ky ndryshim i orës ndodh në orën 3 të mëngjesit të së dielës së fundit të muajit mars, kur Akrepat zhvendosen dhe ora shënon 4. Ndryshimi i orës verore do t'u japë mundësi të gjithë njerëzve të shijojnë më shumë ditën dhe rrezet e diellit. Megjithatë, për ndryshimin e orës verore, çdo ditë ka pasur debate të vazhdueshme. Disa shtete mbështesin idenë për heqjen një herë mirë të praktikës së ndryshimit të orës dhe mbajtjen e një orari të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Ka vende si Kina, Kanadaja, Rusia, Argentina, India, Afrika dhe disa vende të tjera të cilat e kanë hequr këtë praktikë prej kohësh. Por në Europë dhe në Amerikën e Veriut, ora verore vazhdon që të aplikohet. Gjithashtu ka pasur disa vende si Azia të cilat nuk e kanë aplikuar kurrë ndryshimin e orës. Ndryshimi i orës në Evropë vendos si ligj evropian gjatë vitit 1981 dhe është rinovuar çdo 4 vjet. Norma evropiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku Akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës dimërore ku ato shkojnë një orë pas. Teatri i Kukullave ka vendosur këtë të shtunës skenë shfaqjen e fundit të turit pranveror, Perla e dritës së detit, e cila ka mbledhur në sallën e vogël të Pallatit të Kulturës 10 voglush. Fëmijët të cilët kanë ardhur për të parë shfaqjen shprehen tepër të emocionuar e sipas tyre, të gjitha shfaqjet janë të bukura. Teatri i Kukullave ka vendosur këtë të shtunë në skenë shfaqjen e fundit të turit pranveror, Perla e dritës së detit, e cila ka mbledhur në sallën e vogël të Pallatit të Kulturës me 10 voglush. Fëmijët të cilët kanë ardhur për të parë shfaqjen shprehen tepër të emocionuar që do ta ndjekin. Sipas tyre nuk kanë një shfaqje të preferuar,
pasi I pëlqejnë të gjitha. Po, shumë. Cila është shfaqja e preferuar? Të gjitha shfaqjes ato janë më të bukura në të gjithë qytetin. Po, do vi gjithmonë, po, disa shfaqje kam harua, por sot erdha se do shikoj këtë shfaqje më të bukur. Po, shumë. Cila shfaqje ke të preferuar? Janë që të gjitha, edhe unë vi çdo herë këtu. Çfarë ke të preferuar? Të gjitha, sepse mua më pëlqejnë të gjitha shfaqjet. Vjen shpesh? Po, më pëlqen shumë. Ke ndonjë shfaqje të preferuar? Të gjitha I kam. Do vish prapë? Po. Pa. Kush është shfaqja e preferuar? Kush të pëlqen shumë? Qërana e Kopës. Regjizori I kësaj shfaqjeje Eduard Ismaili së bashku me aktorët diskutojnë edhe rreth premierës së re të titulluar Ku janë ëndrat. Sipas regjisorit dhe aktorëve, premiera e ardhshme është një shfaqje e re, e cila flet për shpresën dhe ëndrat që fëmijët nuk duhet t'i humbasin kurrë. Sot ne kemi shfaqjen e fundit për turin pranveror, është Pela e Dritës së Detit. I falenderojmë dhe fëmijët që kanë ardhur sot, do të bëjmë një pauzë prej 2 javësh, 3 javësh, pasi ne po përgatisim edhe pjesën e re, e cila quhet Ku janë ëndrat. Jemi duke punuar, do të idhemi, besoj nga e hëna idhemi direkt në tavolinë që fillon puna për pjesën finale të prallës, kështu që mendoj që do të jetë diçka e bukur, po punohet për shumë me detajet, të shikojmë, besoj se do të dali diçka e bukur. Është një pjesë që flet për shpresën, për që të gjithë fëmijët kanë të drejtë të ëndërrojnë, sepse me anë të ëndrave ata mund të shpresojnë, mund të bëhen gjëra shumë të bukura. Asnjëherë nuk duhet t'i lëmë ëndrat në mes, nuk duhet t'i çojmë deri në fund. Kështu që kjo pjesë flet për faljen, për shpresën, për të gjitha gjërat. Besoj që fëmijët do ta bëjnë të tyren shumë shpejt. I garantoj që do të jetë një pjesë shumë e bukur. Sot si shfaqje e fundit ne shpresojmë shumë që fëmijët të kënaqen, duke qenë se është një ndër shfaqjet më të bukura që ne kemi realizuar dhe përveç kësaj ne do punojmë sigurisht për premierën e re dhe jemi shumë të lumtur që kemi një shfaqje disi argëtuese për fëmijët, me personazhe komik, po ashtu dhe me të keqin e asaj fabule. Mesazhi është, siç e tha depresori, që ëndrat janë ato që na mbajnë gjallë, që ne shpresojmë që ne jemi të lumtur që kemi një ëndër që duam me patjetër që ta realizojmë. Pjesa është shumë e bukur, duke qenë se edhe personazhet janë disi jo reale, si në çdo përrall, por shpresoj që fëmijët të kënaqen shumë dhe shpresoj shumë që ta pëlqejnë si fabul dhe mesazhi të përcillet. Pas mbylljes me sukses të shfaqjes së kësaj të shtune, aktorët së bashku me regjisorin kanë nisur menjëherë përgatitjet për vendosjen në skenë të premierës më të re, Ku janë ëndrat. Është qelur në Galerinë e Arteve Eduard Lear në qytetin e Beratit ekspozita vetjake e piktorit Dursak Arben Kristani në titullin Gjurmë Penelatash. Kjo është ekspozita e parë që çelet në këtë galeri për 2026, e cila me 50 punimet më të mira të tij do të qëndrojë e hapur për një javë rresht në qytetin e Beratit. Është çelur në Galerinë e Arteve Eduard Lear në qytetin e Beratit ekspozita vetjake e piktorit Dursak Arben Kristani. Në titullin Gjurmë Penelatash, kjo ekspozitë është ekspozita e parë që çelet në këtë galeri për vitin 2026. Ka qenë drejtori i Galerisë së Arteve Eduard Lear në Berat, Arben Jaupaj, ai ishte në hapje të kësaj ekspozite, duke falenderuar të gjithë artdashësit Beratas për pjesëmarrjen e tyre. Ka theksuar se piktori Arben Kristani është një emër I njohur në artet pamore shqiptare. Ekspozita përmban 50 punime, me peizazhe nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe diasporës, me portrete dhe kostume popullore. Autori Arben Kristani sjell në këtë ekspozit punime me teknikën e vajt dhe me tematika interesante, duke synuar individualitetin dhe duke na orientuar drejt një pikture autentike. Arben Kristani është një artist I njohur I arteve pamore shqiptare, ndërsa ndërthur peizazhin me motive figurative dhe simbolike. Veprat e tij të prezantuara në ekspozita individuale dhe kolektive brenda dhe jashtë vendit karakterizohen nga penelata të qeta, shpesh me ngjyra ekspresive dhe një gjuhë vizuale personale. Piktori Arben Kristani, duke pohuar se kjo është ekspozita e tij e parë në qytetin e Beratit, e ka cilësuar atë si një nga momentet më të bukura në përfundim të punës së një piktori. Momenti kur vlerësohet nga artdashësit niveli me të cilin një piktor ka arritur të përfaqësohet me punimin e tij. Kjo është një ekspozitë e parë në qytetin e Beratit, e cila ka rreth 50 punime.
nga qytetet të ndryshme të vendit, por jo vetëm peizazhe, ka dhe portrete, kostume popullore, por kryesisht janë peizazhe nga qytetet dhe nga vendet të ndryshme të Shqipërisë, edhe të diasporës. Është një moment i bukur në përfundim të punëve të një piktori, dhe aty shikohet niveli në të cilën ti ke arritur të përfaqësosh edhe të realizosh punimet e tua. Berati si një qytet me tradita, në kulturë, në histori dhe në mikpritjen e vetë, më krijoi mundësinë që të realizoja këtë ekspozit, e cila u prit shumë mirë dhe krijoi atë atmosferën e veçantë në një moment pranvere në qytetin e Beratit. Kjo ekspozit me 50 punimet më të mira të piktorit nga Durrës si Arben Kristani do të qëndrojë hapur për një javë në qytetin e Beratit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ju përshëndesim. Mirupafshim.